Talentin shash 10%. 90% është puna. 90% është puna, cila fatkeqësisht po na mungon. Nuk po kemi, nuk është sport profit vëjt, për që prindit më shumë kanë se me që fëmijët në për sporte ku ka pare, si zona. Këtu zakonisht kemi fëmijë të intelektualve, të fëmijë të cilët nuk e kanë dashur nevojë parën, po them, kushtimisht. Në jetë vinë luajnë për ajo po them puna po na mungon vendi sport, nuk po kemi në për gara shkollore po i gjejmë talentet, po nuk po kemi vazhdu, se s'po kemi vend. Ku me i pas. E kemi një farë projekti që kemi bërë shtëpia shahët, është dikon 1.000 metra katror, nuk u zbatua sepse nuk patë mundësi, apo nuk na u do një parcel për 10 ari nga komuna Prishtinës, edhe pse ishte financuar nga qeveria me 1.3 milion. Në atë kohë, fatkeqësisht nuk u realizua, kështu që na kanë me fëmijë tash po luajnë kush ku po mundet në për klube, në për lokale, për të ato probleme, se për shembull se femrat për marrë si shembull, asnjë prit nuk talentu vajzën me aqon kafe. Me ushtru aty, pijë dohani, jo luhet domine, letra, aty problemi kështë për neve është mungesa e infrastrukturës. Pra nuk ka ambjente të përshtatshme, të veçanta, për me ushtru? Kemi një pjesë, një 75 metra katrore kemi në Pallat e Rinisë, pa së shpejti të ardhët na hiqin, sepse fillon renovimi për këto lojnat mesdhetare, kështu që së shpejti të t'jemi edhe pa te. Edhe pa të, do me thënë, komplet aktiviteti zhvillohet në kafiteri? Një aktivitet kam fjallë të kluë, se na i zhvillojmë ashtu si që e lypim, shumë këto gorat e zyrtare, kemi rezervime hoteleve, bojna, salave, ato nuk janë problem. Për kam fjallë një tonë kuadrë klubeve për kuadrë të reja për fëmi, ata që ushtojnë fatkeqësisht në për si ambiente. Pra nuk ka ambient përshtatshëm? Ambient nuk kemi përshtatshëm, nuk kemi përshtatshëm veç për shah. Në Pallat e Rinisë, për shembull, funksionon klubi shkolla Shah Dardania. Aty janë disa fëmijë që do të shtrojnë, po edhe ajo nuk është në zgjedhje se 2 orë në javë nuk mund të më bukur për shahist. Sa kohë nevojitet me qenë se vetëm 10% talent, po thoni është 90% punë, që do të thotë një angazhim bukur i madh. Nëse e shohim në këtë këndvështrim, nëse vërtet dëshirojmë që ta zhvillojmë tamam lojën e shahut, sa duhet të ushtruar, të jemi brenda ditës? Orar pune, 8 orë. 8 orë? Nëse do më u bë dikush në shah. Për me arritë sukses? Ka njerëz të cilët në shtetet e rajonit, po them për Austri, i cili paguhet ekstra për shtetit, 8 orë në ditë veç shamë ushtru. Smirën me kurrë tjetër. Pa është top 1, për shembull, po top 20 i botës është, ka arrit.